Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me anën e re në binjak, për të cilën është superan dhe do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë në lidhje me zonën, që do të thotë komunikimi dhe ka të bëjë shumë me lidhjen tonë me motra, vëllezër dhe fqinj, pra tema e saj, ashtu sikurse edhe pjesën e dytë, energjia e binjakut si ndikon tek ne. Mësoni që para se të filloj të ndaj këto dy pjesë, është një përmbledhje në lidhje me këtë hënë të re që është në 15 qershor. Mësoni që përkon si vera, si hëna e re në binjak që është super hënë, janë së bashku ndikojnë tek njëra tjetrën, ndërkohë që stina e verës në ndihmon ne, dhe është një ndjeshmëri e lartë që të gjithë ne në këtë kohë argëtohemi, në këtë kohë ndjekim pushimet tona, pra shijojmë pushimet tona, ashtu sikurse edhe ndërkohë edhe në lidhje me lidhjen me atë që ne luajmë kudo, në çdo që të gjithë ne jemi unik dhe që të gjithë zgjedhim pushimet tona. Ndërkohë ka të bëjë nëna hënë që kërkon që ne të ndjekim, të përqendrohemi në qëllimin ton dhe sigurisht na ndihmon në të dy anët. Në njërin krah është t'i japim jetës ton, pra bukurinë atë që ne dëshirojmë, pra dhe të fillojmë shtije të reja, dhe ndërkohë është edhe momenti që është një kohë për të qenë të hapur për ndryshimet sipas rrjedhës së jetës. Në këtë rast të arrim që të gjithë që të duke qenë të lirë me veten tonë, të zgjedhim të jetojmë me komunikim të vërtet dhe të qartë me njëri tjetrin. Kjo me të vërtet është që na ndihmon që të gjithëve, duke qenë se ka të bëjë me është elementi i ajrit, më falni, edhe drejtohet nga planeti Mërkurit. Planeti Mërkurit është me numër 5, që do të thotë që të gjithë ne pra të arrim në liri, të arrim në pavarësinë tonë, të arrim në atë që të jemi në gjendje të komunikojmë me vërtetësi për të na lehtësuar jetën, dhe ndërkohë jo vetëm me komunikimin tonë, por është edhe me shakrën, pra kjo është e shenja e shqipnik të blu e hapur, është shakra e fytit. Pra jo vetëm që ne komunikojmë pra me zë, sepse jemi që njerëzore dhe ne flasim, ndërkohë është që edhe shpreja, mënyra e të shprehurit, pra shprejen në ndjenjat tona në lidhje me atë çfarë ne ndjejmë nga zemra jonë, që mban emocionet dhe dashurinë hyjnore, misionet dhe drejtimin e jetës që e kemi që të gjithë në zemër, ashtu sikurse është e lidhur dhe me intuitën tonë, se sa më shumë ne lidhemi me veten tonë, me mençurinë e bukurisë së jetës, aq më shumë vellot e i edhe në syrin e tretë, pra shakra e syrit të tretë, është që duke jetuar me vërtetësi, pas hapi edhe kjo heq, pra gjithë hijet të pavit të dijes, të errësirës i çliron, dhe ju tashmë jeni bërë të ndërgjegjësuar në këtë drejtim, jo vetëm nga ana kolektive, dini çfarë ndodh në botë, por edhe me veten tuaj. Pra e gjitha ka të bëjë me atë që ka lidhje, pra në lidhje me komunikimin nga zemra jonë, por edhe nga depërtimi i intuitës, edhe me syrin e tretë, që është me të vërtetë mençuria për një mendje të qartë, që vjen, që buron nga brendësia e asaj që ne ndjejmë në zemër, e shpreh me qartësi. Është kur mos harroni se që të gjithë ne jemi, pra çdo gjë në univers që drejton energjinë, është energji dhe fjalët tona janë energji, pra mënyra se si ne flasim, mënyra se si mendojmë, mënyra se si komunikojmë, mënyra e zakoneve, mënyra e varësisë, mënyra e situatave tjera, nëse janë të lënduar, të jeni të sigurt që ndjehet lëndimi, qoftë dhe për një gjë të vogël dhe ju jeni të lënduar, nëse jo, ju e kuptoni që me të vërtetë edhe në qoftë se të tjerët tonë diçka dhe nuk ndikon tek ju, ju jeni me të vërtetë në vërtetësinë e jetës tuaj, sepse ju keni arritur në
njohjen e vetes, në njohjen e botës, dhe nëse dikush thot diçka, ju e dini, nuk gjykoni, nuk kritikoni, ju e dini që jam të lënduar sepse edhe ne ishim të lënduar për det afatin kohor. Mbi të gjitha, kjo pra përmbledhja e ënës është që na kërkon që të gjithëve si flasim me veten dhe me të tjerët, dhe a flasim me veten tonë me vërtetësi dhe me zë, pra a komunikojmë qoftë me fjalë, qoftë me shkrim, që të gjithë jeni unik në lidhje me komunikimin tonë me njerëzit që ne kemi prej, dhe në këtë rast me vllajën, motrat apo fëmijësin tonë. Ndërkohë të kuptoni që le të fillojmë pjesën e parë. Pjesa e parë ka të bëjë, po flas për zonën, dhe zona është e komunikimit, pra që të gjithë ne komunikojmë, kështu na ka krijuar krijesa, jemi të krijuar, pra kur them krijesa, në këtë rast bëhet fjalë që të gjithë e dini, krijuesi on Zoti, por krijes pak, krijuesi pa krijesën nuk ka kuptim, dhe në këtë rast kjo është që ne kemi qenë si që njerëzore të ndarë, vetëm të një anshëm, pra vetëm me mendje, ndërkohë që ne kemi këtë shpirt që është pjesa kuantike, që jemi të lidhur direkt nëpërmjet chakrave tona, 7 chakrave tona, siç u tregova në foto, dhe ky person për të cilin ju e shihni këtu ka të bëjë me ndriçimin ton. Kjo është pjesa që ne jemi të lidhur me yllin e shpirtit ton, pra është ndriçimi jon, njihemi me botën, njihemi me veten ton, dhe kjo është ku ne arrim në yllin e tokës, pra që jemi në dy këmbët tona në tokë, dhe me mençurinë e vërtetësisë së jetës, së drejtësisë së krijuesit, pra të Zotit, e të tjera për të cilën ne komunikojmë pra me vërtetësi, arrim në ndriçimin ton. Ndërkohë është që ka të bëjë me lidhje me si komunikojmë, si dëgjojmë, pra çfarë do të prisni, si dëgjojmë, si flasim me lidhje me veten, por edhe me pra me vlla, motër apo fëmijësin. Ndërkohë është që është një muaj i ngjeshur, sepse jemi në kohën e verës, dhe ajo që të gjithë ne dëshirojmë e ndjejmë aftësia për të komunikuar me vërtetësi dhe të japim mesazhin tek të gjithë me vërtetësi. Ndërkohë kjo ju fton të vizualizoni, pra se jeni në rrugëtimin tuaj që të gjithë atë që të përqafoni dikë, kushdo që t'jetë motër, vlla, fëmijë, kushdo që t'jetë shok, mik, të përqafoni dikë, dhe ti tregoni që qëllimi juaj i komunikimit ka qenë i mirë për atë që shprehu mendimin e të tjera, pra që të gjithë jeni unik. Mësoni që kjo që kërkon është që ju të flisni me vërtetësi, dhe nëse jo të pyesni veten pse nuk tregoni të vërtetën, me qëllim që të çlirojmë çdo lloj energjie të ulët, të bllokuar në trupin ton, dhe pa gjykim dhe pa kritik, sepse ne jemi qenë njerëzore që ne nuk jemi perfekt, ne mësojmë, ne ndihmojmë, mësojmë, rritemi dhe ecim. Pra kjo është misioni i shpirtit, dhe vazhdojmë në rritje zhvillim, dhe ne nuk jemi më fëmijë, ne jemi këtu ku jemi, pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, ato kanë qenë mësimet tona, jeta jonë, nuk do të kritikojmë, nuk do të gjykojmë, thjesht do të planojmë që të jetojmë me vërtetësi. Pra në lidhje me veten, në lidhje me të tjerë, duke falur pa mizeri, pa mbajturmëri, thjesht të planojmë që kemi qenë në nivel të ulët, dhe këto gjëra do t'i lëmë të shkojnë. Ndërkohë është mesazhi i ënës së re në Binjak është që ka lidhje me aftësitë tona. Është koha për të gjithë ne të përmirësojmë aftësitë e komunikimit, se në mënyrë të pavetëdijshme ne kemi lënduar njëri tjetrin. Pra ne që të gjithë është që të pyesim veten sa mirë e përcjellim fjalën, pra si komunikojmë, qoftë me fjalë, qoftë me mendim, se janë energji. Që të gjithë ju, në qoftë se kërkoni të rrisni aftësisë shpirtërore, sepse e ndjeni që shpirti ju drejton, atëre pyete veten, a je në gjendje të flasësh apo të shkruash, pra të bisedosh apo të shkruash me email, me
pra në lidhje me dikë që mund t'ju ndihmoj ju, që ndjeni që keni rezorim dhe mund t'ju ndihmoj ju dhe a jeni të, për shembull Diana, është e vërtetë që unë jam lidhur me kanalin YouTube dhe tash për tash në këtë kanal jam, sigurisht unë ju ndihmoj, ju nuk keni nevojë për të paguar asnjë gjë, vetëm ju shkruani poshtë atë që çfarë është me të vërtetë që ju kërkoni në lidhje me aftësitë tuaja dhe kjo hënere ju ndihmon nëse ju jeni gati, sigurisht duke dëgjuar këtë, nëse rezononi, vazhdoni mbani shënim, por dhe nëse keni nevojë për më tepër, sinqerisht shkruani poshtë kanalit dhe do të merrni në detaje apasapi se çfarë ju dua të shkruani. Unë nuk mund të gënjej, unë nuk jam e gjithashme nga ana e mençurisë elektronikës të zhvillimit. Sigurisht edhe ka njerëz që e bëjnë me pagesë për momentin të më lejoni, unë bëj atë që unë bëj me mundësitë e mia dhe ndërkohë jam e hapur për t'ju ndihmuar. E rëndësishme është kjo hënere përcjell tek ju të kuptoni si i jepni mesazhe që i dërgon. Për shembull, nëse do t'i dërgoni Dianës apo dikujt tjetër atë që ju çfarë doni të thoni, mos prisni që do t'jetë ose nga Diana ose ju vetë nga të tjerët që të jetë me të vërtetë njohja e mjaftueshme. Çdo gjë vjen hapasapi dhe sa më shumë ne komunikojmë dhe tregojmë hapasapi vërtetësinë tonë, aq më shumë edhe rritja jonë ecën. Pra është që të ishni atë pritshmërinë, që atë që ju doni të thoni është tjetri ju njeh ju, pra është në një njohje të mjaftueshme. Pritshmërinë ju do ta largoni me çdo që të keni lidhje, pra thjesht të vazhdoni hapi rrugëtimin për të përcjell mesazhet tuaja. Pra atë që bëni sot do t'ju çojë nesër dhe me radhë për vazhdimin, si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne, dhe si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojmë dhe ne. Tjetër është kjo për një pjesë nga ju krijon që të filloni fillime të reja, pra në këtë rast filloni, është një fillim i ri, ndoshta e ndjeni këtë në lidhje jo vetëm me komunikimin tuaj, pra ndoshta ju flisni si flet Diana, ashtu sikurse edhe me shkrim, me email apo në social media që të gjithë jeni unik. Ndërkohë është dhe ajo që na fton kjo hënere, duke qenë se është dhe Stina e Verës, është që gjithë kemi udhëtime, gjithë kemi takime, janë udhëtime të shkurtra, puna juaj, por që mbi të gjitha është që të takohemi me motra dhe vëllezër dhe kjo është një që jep shenja e zonës Hënës së Re në Binjak. Tani si të veproni, që të gjithë e dini që para se të meditoni është para se të filloni meditimet janë nga forma të ndryshme, e dini, qoftë dhe në rrënjët e pemës, si u shërua Diana, dhe natyra na të shliron, na shëron, sikur asgjë mos bëni, jeni të sigurt që duke dalë me natyrën dhe duke qenë, duke dëgjuar, jo me telefona në vesh, por thjesht të dëgjoni gjithçka, të shikoni në qiell, në tokë, gjithçka çfarë shikoni dhe të ndjeni çfarë ndjeni. Dhe kjo është që ju meditimi juaj ka të bëjë me atë që në këtë rast apo në shtëpi, kudo që jeni unik, të përdorni edhe të dilni, edhe pse nuk e shihni në balkon apo kudo në dritare, nuk e shihni ajo është aty apo në sido që jeni, ju e dini, jeni unik. Në këtë rast mantra është: unë jam gati të lexoj, të dëgjoj dhe të mësoj dhe ndërkohë të marr frymë thellë kur jam e tensionuar. Mbajni shënim dhe përdoreni këtë mantër. Tjetër, çfarë të bëni? Kuptoni që ndoshta kërkoni, doni të rrisni aftësitë tuaja dhe kërkoni ndihmë për të qenë i hapur në publik. Sigurisht që ju mund ta bëni me kurse, pra i që të gjithë jeni unik. Personalisht si Dianë, kjo nuk do të thotë që jeni ju dhe është një mrekulli që ne të lidhemi me të tjerët, por nëse varet nga mundësitë që ju keni. Diana u shërua me veten e vet, por një gjë të jeni të sigurt, unë nuk qesh vetëm, unë ju dorëzova shpirti dhe shpirti hapasapi, ku më drejtonte shpirti, vazhdova rrugëtimin. Në këtë rast të kuptoni që të gjithë jemi, për shembull, unë kam dhënë këshille dhe shumë parazve tanë para 3 vjetëve,
që edhe tani ku shkërkon ndihmë, jepi, fol me telefonin, pra bëj një video, sikur vetëm nuk je se je në publik, bëj video dhe fol me veten tënde për atë që ndjen për të folur. Tjetër, a del në natyrë, kudo që të ulesh në tokën më, çfarë shikon, fol, çfarë ndjen kur shikon diellin, fol me diellin, fol me çfarë shikon, do sa shikon figurën e plot fuqishënore në zotin në rret. Tjetër, çfarë ndjen, bubullimën, nëse mos në këtë kohë ndjeni bubullima sepse është planeti Jupiteri që jep atë fuqin, pra është vetë koha stina e verës, pra hynë rrymat të ngrohta dhe të ftohta dhe përplasen rreth, gjithsesi të kuptoni që të gjithë jeni unik, ndoshta përdorni lutjet tuaj dhe kur lutjet vi nga zemra, apo mantrat që vjen që janë fjalë të fuqishme dhe vi nga zemra, apo poime, afirmime të tjera, këto ju ndihmojnë që të arrini të komunikoni, pra duke folur me zë të ulët, me veten tuaj ju arrini të hapni fytin, pra shakrën e fytit, sepse ka lidhje. Ndërkohë, çfarë të bëni është lëvizja, të lexoni libra, binjaku e ka dëshirë këtë, të udhëtoni, ndoshta udhëtime të shkurtra të gjata, por të jeni të sigurt që bëhet që të lidheni, sidomos me motra vëllezër, fëmijë, po ashtu në lidhje, ndoshta doni të mësoni një gjuhë tuaj, është drejta juaj, dhe mbi të gjitha të arrini të dëgjoni me kujdes para se të komunikoni, dëgjoni. 3 afirmime që do të përdorni janë gjatë gjithë muajit, janë afirmime tuaj ju I dini, por unë jam para jush dhe nëse jeni në këto video dhe rezervoni, mbajni shënim. Unë shpreh veten time e I hapur, qartë dhe me mirësi. Unë dëgjoj aq sa flas, dhe marrëdhënia ime me vëllain, motrën, fëmijët, po bëhet gjithnjë edhe më mirë. Mësoni tjetër shenja është që ne jemi numri 3, ka të bëjmë në numerologji, me energjinë e numerologjisë, ka të bëjmë me argëtimin ton, me krijimin ton, me veçshprehjen ton. Mësoni që kjo është që na thret ne në lidhje me atë zemra jonë, çfarë ndjen që djeg, edhe si e shprehim ne këtë, si e krijojmë ne këtë, dhe kjo është kur ndjekim atë që është mision dhe drejtimi jetës nga zemra jonë, ne shijojmë, ne kënaqemi me këtë mrekulli dhe hapa sapi kjo na rrit edhe në mençuri, në vetëdijsim, pra kjo na bën që të ecim rrjedhshëm me rrjedhën e ndryshimeve dhe zhvillimeve kozmike në frekuencë me një mendje të qartë dhe me brendësinë, me paqen tonë të brendshme që është bekim për të gjithë ne. Ndërkohë në lidhje ne jetojmë në këtë tokë që është dimensioni I tretë është niveli I vetëdijsimit tonë, I ndërgjegjësimit tonë si qenie njerëzore, dhe në këtë rast pa gjykuar, pa kritikuar, ka që në nivelin e ulët tani ne jemi në këtë proces, sido që të gjithë jeni unik, dhe në këtë rast bëhet fjalë për është ngjyra blu, pra në të shihni në kjo është pra shakra ngjyra blu, më falni, t'ju jap një pamje tjetër. Kjo jemi ne, pra kjo është shakra blu, shakra e fytit, e komunikimit, pra që ne flasim, është shakra e pestë e fytit, dhe jo vetëm që ka të bëj me zërin tonë që flasim, pra me zër, por edhe me ndjeshmërinë, me mënyrën e shprehur që vjen nga zemra jonë. Mësoni që këtë ta shikoni me ngjyrë, pra boqelli blu, që rrotullohet në fytin tuaj. Ndërkohë është që ajo që kërkohet është që të gjithë jeni të lirë, pra askush nuk ju ndikon, por nëse ju vazhdoni për të realizuar ëndrat tuaja, pra për të realizuar ëndrat tuaja dhe dëshirat tuaja,
është që kjo shakër në ndihmon jo vetëm me mënyrën se si pra komunikojmë, por edhe mënyrën që ne të shprehemi nga ajo që ndjejmë në zemër dhe ka të bëjë me manifestimin tonë. Pra janë të lidhura. Sigurisht për të manifestuar kërkohet nga të gjithë vullnet, pra është lidhur vullneti jonë për të vazhduar atë që ndjek në brendësi dhe pyeteni veten sa i fortë është vullneti juaj. Kur mos harroni se vullneti hap pas hapi nxjerr, dhe sidomos të ndiqni shpirtin nxjerr energji. Dhe rrjedha e jetës, duke ecur me rrjedhën e jetës, i jep energji. Pra që të gjithë jeni të lirë dhe pyeteni veten, kjo është në shakrën në dimensionin e tretë, me qëllim që të arrini me qëllim që të arrini pra të komunikoni lirshëm me të hapni shakrën e fytit. Ndërkohë në dimensionin e pestë është, po këtu jemi, në dimensionin e pestë ka të bëjë shakra sakrale dhe emocionale. Pra është në poshtë kërtizës, kjo shakër është, pra pyeteni veten sa të butë e keni këtë shakër, është me ngjyrën ku ne jemi në dimensionin e pestë. Dimensioni i pestë ka të bëjë që ne jemi lidhur me universin, ne jemi, pra kemi arritur në ndriqimin tonë dhe në këtë rast bëhet fjalë pra është në ngjyrë roz, sa e butë është kjo shakër me ju dhe sigurisht në qoftë se ju keni arritur pra në dimensionin e pestë, lidhja midis fytit ka të bëjë ku ne veprojmë me zemër të hapur për misionin dhe drejtimin e jetës tonë dhe jemi të lirë dhe ndjekim këtë. Çfarë bëhet? Kjo është ura, pra shakra e pestë është ura që na lidh midis zemrës tonë dhe pra vetes tonë, pra çfarë ne kuptojmë në lidhje me veten tonë, por dhe me botën. Pra që do të thotë syri i tretë, pra mençuria e vërtetësisë së jetës, të mësimeve të plot fuqisinore, me vërtetësi ashtu si ne jemi krijuar. Dhe kjo shakër e dytë, shakra emocioneve dhe sakrale, këtu është fëmiria jonë. Këtu është ku ne jemi të butë, është një, pra që keni arritur, ndjeni të butë, ndjeni të qetë, ndjeni që rrezatoni dashuri për vete dhe për rreth dhe për gjithë tokën më botën tonë, universin tonë të bolqëm. Mësoni që kjo është shakra që na njefne, sido që të jeni, na njefne me universin, me vërtetësinë e jetës. Ndërkohë, kur kjo shakër është e hapur, është e lirë, çfarë ndodh është që ne e ndjejmë tani që zgjedhjet që kemi për shembull me partnerin, doni të lidheni në dashuri të re, e keni bëni zgjedhjen me mençuri, ose marrëdhënies që ju keni me partnerin tuaj, tani jepni një mrekulli, pra akoma dhe më seksualisht e përmisuar, por shënim. Nuk ka të bëj vetëm nga ana seksuale. Për një pjesë, ashtu si Diana, mund të jetë kjo lidhje seksuale që jeni dorëzuar me të vërtet burimit e energjisë Zotit të Madh, shërbeni me drejtësi për të dhënë mësimet e mençurisë plot fuqisinore që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, duke qëndruar me veten tuaj të lirë, të pavarur, sepse zgjodhëm flakën tonë dhe sa më shumë flak të ketë kjo botë aq më e bukur bëhet bota, jo vetëm për gjeneracën time, se ky është misioni i drejtimit tim larg pamës për të ndihmuar gjeneracën time të shekullit 20 që të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben dhe të hapim dyert, jo vetëm për jetën tonë, si gjyshër apo prindër, për fëmijët tanë apo ni për embesa, sepse kjo është bukuria e jetës. Ndërkohë, ju do të jeni në gjendje që të kuptoni që ne ndihmojmë që të gjithë dhe janë angjëjt, kryeangjëjt, mjeshtrat e dritës, perëndeshat që të gjithë pararësit tanë t'i falenderojmë, t'i jemi mirënjohë, sepse ata na kanë ndihmuar që sot jemi këtu ku jemi. Dhe tani në lidhje me këtë hënë të re, në qoftë se ndiqni pas hapin e kaluam hënën e re në dash, unë jam hënën e dytë në dem, unë kam dhe tani është hëna e tretë, unë komunikoj, pra pyetja si komunikoni, a jeni me vërtetësi apo akoma duke jetuar me pavërtetësi, me dy fytyrësi, gjithsesi.
ju ndihmon kryeangjëlli Zadkiel. Po para se të filloj ta trajtoj më thellë kush është kryeangjëlli Zadkiel, unë kam marrë këtë pamje, shifeni, është me të vërtet, pra jemi që të gjithë femër mashkuj, kryeangjëjt e tjera, si të parasit, si të kohës tanit, që kanë zbritur frekuencat të larta në tokë, dhe në këtë rast mbartin lirin, kanë krahë të ngjëllore, fluturojnë si një shqiponjë, ndërkohë dritën e dijes të mençurisë së vërtetësisë së jetës dhe mbajnë ngjyrën violet, pra janë të lidhur me mençurinë e vërtetësisë së dijes të madh qendror të universit ton, të madh dhe të vogël, por gjithsesi do të bashkohet që të gjithë në armoni për një tokë të bukur, të lullëzuar, sepse çdo gjë ekziston, por tani të nderojmë veten tonë dhe tokën mëm, ashtu sikurse edhe lidhja me qiellin, pra mençuria e qiellit për t'u dhënë me vërtetësi në tokën mëm, për të evaluar dhe qenin njerëzore, ashtu sikurse edhe toka mëm. Tani kryeangjëlli Zadkiel na ndihmon ne që të gjithëve, ka të bëjë me mishërimin ton, ka të bëjë me transformimin e shpirtit, tra energjia transformohet, nuk shkatrohet, çfarëdo lloj që ne kemi kaluar është atje, do ta lëm atje, pa gjykim, pa kritik, duke transformuar energji të ulta në energji të larta, dhe Zadkiel na ndihmon, ndërkohë është e bën me dëmshuri, dhe kur mos harroni se e bën me falje. Dhe këto gjëra janë i bën zemra jonë, se zemra mban emocionet, mban dashurinë pa kushte që është rinore dhe e kemi që të gjithë. Pra nëse kërkoni ndihmë nga Zoti, universi, e keni në zemër, sa e keni hapur këtë mrekulli. Kryeangjëlli Zadkiel ka të bëjë me drejtësinë e Zotit, pra emri i tij do të thotë drejtësi e Zotit. Në këtë kohë që të gjithë edhe në pra zimi shpirtëror nga ana në kulturën tonë evropiane moderne, është që janë frekuenca të larta që kanë planuar të ndjekin shpirtin dhe të jo vetëm të ndjekin kur nda dërgon shpirti, por që janë lidhur me shpirtin, ju ndihmojnë, pra janë zbritur në tokë dhe ju ndihmojnë nëse kërkoni ndihmë dhe rezoloni që të çlironi, pra kush është të çlironi me mirësi, me mëshirë, me falje, me dëmshuri, pra shpirtin ton të lënduar nga harresa, të çlirojmë duke lënë energji të ulta në energji optimiste, që në këtë rast është që kjo flak me mençurinë flak violet, pra e universit, me mençurinë e mësimeve të vërtetësisë së Zotit, na ndihmon ne që të e para të lirojmë çdo energji të ulët që mbajmë në zorët tona të barkut, pra në trupin tonë qoftë dhe jetë mendore, por ndërkohë edhe në lidhje na krijon hapësirë për të lidhur me memorien tonë, sepse ky shpirt, çdo individ mban informacionin, mban mençurinë, mban energjinë. Ne jo vetëm që jemi shërues, ne jemi se jemi energji, energjia transformohet, lëviz. Nuk jemi më fëmijë, jemi këtu ku jemi, çfarë dollë që ne kemi kaluar, ne kemi ecur, edhe pse ka pas sfida, kemi bërë më të mirën, por nuk kemi ditur që ka dhe më mirë, tani është koha, jemi të lirë, dhe në këtë rast është që ne do të arrim apasapi, pra edhe memorjet tona janë të pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, pa gjykim, pa kritik, këto na ndihmojnë dhe ne zbulojmë, jo vetëm mësojmë nga të metat, që mos i përsërisim, por ne kemi dhe të mirat që i kemi, talentin dhe dhuntin tonë, misionin dhe drejtimin e jetës. E gjitha kjo arrihet vetëm duke hapur zemrën, sepse zemra fal, zemra ka dashurinë pa kushte, zemra ka dëmshurinë, zemra ka mirënjohjen, dhe në këtë rast do të përdorni mantër. Zadkieli na ndihmon ne që të gjithë duke thirrur emrin e tij, duke ndezur një qiri, dhe do të përdorni që të gjithë jeni unik, a doni të transformoni energji të ulta, lënduese në të larta, apo memorien tuaj, apo çfarë ju kërkoni në lidhje me mënyrën e të shprehurit, sepse jeni që të gjithë unik, i dashur, unë jap të përgjithshme në mantra, i dashur kryeangjëll Zadkiel. Ju lutem, më ndihmoni gjatë këtij muaji, ndërsa shpreh veten time me sinqeritet, me të gjithë, me ndihmën dhe udhëzimet tuaj, të arri potencialin tim të plot në fushën e komunikimit. Faleminderit.
Tjetër është Perëndesha Sarasvati. Perëndesha Sarasvati është në kohët e hinduizmit, pra është me të vërtetë por mos harroni se në këto kohë të zgjimit shpirtit nga ana moderne janë që të gjithë perëndesh që ju planoni me të vërtetë që të lidheni me dijet, me inteligjencën tuaj, me mençurinë, me atë që ndjek në zemrën tuaj, t'ju jap një pamje. Unë kam zgjedhur këtë foto, sigurisht ne jemi që të gjithë unik. Kjo është nga ana e hinduizmit dhe po ta shikoni, është me të vërtetë perëndesha e inteligjencës, e mençurisë, dhe në këtë rast në lidhje me muzikën, në lidhje me krijimin, në lidhje me fjalët poezie të tjera apo fjalët tuaja, pra me një fjalë dhe prandaj ka po të shikoni kjo është në ngjyrën në atë lulen lotus, pra që është hapur, që kjo lule edhe pse rritet në baltë gjatë natës zbret, gjatë ditës del sipër, pra edhe pse rritet në baltë përsëri sipër kur del gjatë ditës, është e pastër, pra e hapur, që do të thotë ne kemi një mendje të qartë dhe një shpirt në paqe, pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, ne jemi transformues, ne shërojmë veten dhe pasi ne shërojmë veten, çfarë ndodh me ne? Ne rrisim inteligjencën tonë, me vetdiesim ku na drejton shpirti, pra duke krijuar transformimin e të hijeve mendore. Pra Shqipni elementin kanë muzikën, kanë trëndafila, sepse është dhe koha i trëndafilave, trëndafilat janë dashuri, është me të vërtetë trëndafilat e keni vënë re që mbajnë atë gjëmbin, ai gjëmbi është që mbron trëndafilën, pra edhe ne, kujdes, ne jemi me këtë energji. Por ajo që bëhet, që të gjithë ne do ta mbrojmë veten tonë, por jo me pavërtetësi, pra që të gjithë tjetër, vetë fjala Sarasvati, do t'jap këtë foto, shqipe tani në lidhje me qiellin e mençurisë, me inteligjencën, me mençurinë e vërtetësisë së jetës, sigurisht ka të gjitha elementën, lotusin, muzikën e tjera, pra krijues, dhe në këtë rast edhe me qiellin, sepse ne komunikojmë, ne krijojmë duke në fjalët, shprehjet tona të qarta. Vetë Sarasvati do të thotë Saras, lëng, pra në gjuhën e mitologjisë lëng ose rrjedhshmëri, dhe fati do të thotë zotrim. Në këtë rast bëhet fjalë ajo që rrjedh me dije, pra fjala Sarasvati, ajo që rrjedh me dije, dhe ajo që rrjedh me dije vjen nga brendësia e zemrës tonë, se është misioni dhe drejtimi jetës, që e kemi që të gjithë është vlera jonë, dhe ne e shprehim me fjalë, pra me komunikim. Mësoni që të gjithë ne jemi unik dhe që të gjithë jeni se çfarë doni, thrisni, ndisni një qiri, thrisni perëndeshën Sarasvati dhe përdorni këtë mantër. E dashur perëndesha Sarasvati, ju lutem më ndihmoni që gjatë këtij muaji të shpreh me sinqeritet pra mesazhet e mia në punën time apo dhe më gjerë, me ndihmën dhe udhëzimet e dua të përcjell, pra të përcjell bukurinë e mençurisë së jetës, duke nderuar veten time dhe tokën më. Faleminderit. Që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ndodheni, por kjo ju ndihmon për inteligjencën, për mençurinë tuaj, për krijimin tuaj, me të vërtetë për të filluar të veproni, pra manifestimin tuaj. Tjetër është ligji i veprimit. Kjo ka të bëjë sigurisht me binjakun. Binjaku thotë unë komunikoj dhe gjitha ne komunikojmë me njerëzit dhe kjo është ne do të veprojmë. Mësoni që të gjithë ju mund të imagjinoni, mund të vizualizoni, po në qoftë se ju nuk arrini të realizoni ëndrat tuaja, dëshirat tuaja, t'i vini në veprim, a kujtoni se do ndodhi diçka? Ju lutem. Bëni, mos ndërroni, bëni të vetëdijshëm që gjithçka arrihet me veprim. Mësoni që ky ligj ka me të vërtetë fuqi manifestuese dhe ju ndihmojnë, ju nuk jeni vetëm, hap pas hapi mos kërkoni pritshmërinë, fillo sot atë që kërkon ti,
që është në shpirtin tuaj, sepse që të gjithë jemi unik, a kërkon marrëdhënie, a kërkon dashuri, a kërkon punë, a kërkon shëndetin, a kërkon gjithçka, që të gjithë jemi unik, financa e tjera, asgjë nuk arrihet duke ndërruar. Prandaj jeni të mendshëm, ky ligj është ligji i manifestimit dhe pyetja është, a jeni gati për veprime? Dhe nëse ju jeni gati për veprime, ju lutem dëgjoni zemrën tuaj. Dëgjojeni zemrën e qetësi dhe kërkoj zemrës atë që dëshironi të dëgjoni. Jepini zemrës atë që ka nevojë dhe bota juaj bëhet e mrekullueshme. Ndërkohë është rrezja qiellore. Rrezja qiellore është në rrezja me numrin 3, është në ngjyrë të verdh, udhëhiqet nga mjeshtri Sarapis, ndërkohë në mbikëqyrjen e mjeshtrit mençurisë për të gjitha, në të gjitha drejtimet e jetës kohore, para që me historikisht dhe deri më tani, në lidhje me mençurinë e vërtetësisë së krijuar nga krijesa jon, nga krijuesi jon, sepse që të dyja janë bashkë. Nuk ka krijues pa krijesë. Sinqerisht, nuk ka krijues pa krijesë. Dhe e gjitha është që të besojmë, sepse e kemi në zemër, si krijuesin ton, si krijesën i kemi në shpirtin ton, edhe ne si që një njerëzore me një frekuencë më të lartë, që është mendja jonë, energjia maskullore dhe energjia e brendshme femërore, krijuese, e dëmshur, e dashur, e paqes së brendshme që e kemi që të gjithë, shpirtin ton, pra që jemi të lidhur me universin, dhe në këtë rast kjo është ngjyrë e verdhë, është vullneti jon, është fuqia jon për të vepruar, është identiteti jon, është lidhja që ne kemi qiell tokë. Mësoni që kjo rreze është që ka të bëjë me atë që ne ndjejmë në zemër dhe që ne jo vetëm e kemi hapur zemrën, por një pjesë dhe lidhur, dhe në këtë rast jeni të qartë me mendimet tuaja, është që ju jeni të ndriçuar, ju jeni tërësisht të ndriçuar me dy këmbët tuaja në tokë dhe në qiell për atë që është mision dhe drejtim që ndjek në zemrën tuaj dhe që ecni hap pas hapi. Kjo është që të gjithë, nëse kërkoni të rrisni aftësitë tuaja për të realizuar ëndra dëshirat, ju kërkoni ndihmë nga kryengjëlli Germain dhe mjeshtri Germain, ashtu sikurse që të gjithë jeni të lidhur kur rezervoni për të mbushur shpirtin tuaj me dritën e vërtetësisë së mësimeve të jetës. Mësoni që kjo vjen për të gjithë ne që ne ndihmojmë, dhe në këtë rast Serapis ka dhe shenjën, unë do të jap një shenjë nga ana e astrologjisë, është kjo shenjë. Këto janë shenjat e planeteve. Ky poshtë është planeti Pluto, që është planeti për të cilën ne jemi në këtë afatkohor deri në 2043-shin, hap pas hapi ne do të vdesim, jo fizikisht, çdo gjë që nuk na shërben, do të transformojmë çdo energji, sepse ne jemi transformues dhe ne do të rilindim ashtu si krijesa na ka krijuar me dy energji, duke u bazuar në mendje, në zemrën e hapur edhe me një mendje të qartë. Ashtu sikurse sipër është planeti shpirtëror Neptun, dhe që të dyja Pluto udhëheq Akrepin, që është mistik, por edhe planeti Neptun që udhëheq Peshqit, po të elementit ujit që janë me të vërtetë krijues, dhe ju jeni tani krijues nëse e keni arritur këto, pra jeni si thua Serapis, ose jeni me të vërtetë që e ndjeni këtë energji mjeshtër të vetës tuaj, dhe lidhur me shpirtin, dhe jeni të transformuar, jeni të ndriçuar, dhe kjo është në kohën e mitologjisë, ne t'ju jap pamjen nga ana si qenie njerëzore, pra, ose më saktë mjeshtri i kohëve të para. Shikoni, në syrin e tretë është gjarpri, që të gjithë ju që keni zhveshur lëkur, pra Diana vdiq si dikur, pra
me atë egon, me krenarin, me besimet kufizuese, çdo gjë diç është e re u transformua, edhe pse ishte e vështirë, përsëri hap pas hapi ne ndihmohemi, pra lëkura e gjarprit, kur gjarpri do të bëhet i ri, heq lëkurën. Pra dhe ne jemi bërë të ri, pra këtë tregon syri i tretë. Pra mençuria, jo një vetëm që njohim veten, por njohim dhe botën dhe ndihmojmë. Ndërkohë është i lidhur me zemrën, me misionin dhe drejtimin e shpirtit, me mençurinë e vërtetësisë, pra lidhja qiell-tokë, dhe në këtë rast ana e mitologjisë greke dhe bashkimi pra Serapis greke dhe egjiptiane, që do të thotë lidhja midis diellit, por edhe pra në këtë rast përfaqëson nga ana e Egjiptit, edhe ndryshe quhet dhe ylli i shpirtit, ylli qiellor, por ndërkohë edhe në lidhje me botën e nëndeshme, pra në botën fizike, pra na ndihmon që të gjithë ne që jemi duke ndjekur zemrën tonë, duke ndjekur për të arritur në dieshmëri apasapi, është të kemi jo vetëm disiplinë, sepse asgjë nuk arrihet pa disiplinë, apasapi, atë që bëj sot më çon nesër, për vizion i lartpamës, mos presim pritshmërinë, pra rezultatin, por të fillojmë, dhe ndërkohë është që na sjell të vazhdojmë të krijojmë me vërtetësinë e mençurisë së vërtetë, bukurisë së jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar që të gjithëve me vlerën tonë. Mësoni që në këtë kohë moderne ne njihemi si mjeshtra ndriçues dhe ne ndriçojmë dritën, dhe kjo është një mrekulli që kudo kanë hyrë frekuencat e larta në tokën mëmb, që jemi ura lidhse, pra komunikimi jon është ullice, dhe në këtë rast duke qenë se binjaku dhiqet nga Mërkuriës dhe mesazhi i Zotit me të vërtetë i drejtësisë, i vërtetësisë së jetës, për të jetuar që të gjithë të lidhur në ekuilibrin e energjisë së pastër të gjithçkaje, dhe si qenie njerëzore, mendje dhe shpirt, ose koka dhe zemra, ose qielli dhe toka, pra të gjithë në harmoni. Ndërkohë është që ne do të arrijmë këtë që të gjithë dhe jeni në rrezen qiellore, pra kur ju jeni të pastër, po kur them të pastër, pra heqët lëkurën e gjarprit, ndërkohë transformimi juaj, edhe pse është i vështirë, po që kërkoni të njiheni me mrekullinë e pafundësisë, misterit të universit të bollshëm, dhe ndërkohë edhe në lidhje me tokëzimin ton. Pra kjo është pak a shumë, ndërkohë në lidhje pjesa e dytë me energjinë, pak a shumë shpejt, ka të bëjë e para në lidhje me komunikimin ton. Pyeteni veten, sepse binjaku është që thotë unë komunikoj. Si jeni duke më komunikuar me veten, me të tjerët? A jeni të sinqert, duke folur të vërtetën? Dhe e dyta është, a jeni ankues? Në qoftë se jeni ankues, atëherë uluni dhe pyeteni veten, përse kërkesat që janë ëndrat tuaj, dëshirat tuaja nuk realizohen? Përgjigjja është e thjeshtë. Nëse kërkoni të realizoni ëndrat dhe dëshirat tuaja, ka të bëjë para mos vankoni, por të filloni apasapi për atë që dëshironi. Në çdo lloj marrëdhënie, jeni ju që e krijoni, si ju e dëshironi dhe ndroni, por që të veproni. E dyta është meditimi. Meditimi do të na ndihmojë që të gjithëve, se ka të bëjë me atë që nuk është se ka kuptim, por do të thotë që ne do të arrijmë në paqen tonë. Mësoni që në qoftë se koka juaj, sepse ne jemi një lloj si qenie njerëzore, pra jemi, dhe në qoftë se kemi bërë një punë të mrekullueshme, do të bëni që kujdes, jeni të vëmendshëm, jetoni me momentin prezent. A është mendja juaj duke e vrapuar? Pra jeni të vëmendshëm. Dhe në këtë rast një ndihmë që unë ju jap personalisht si Dian është, në qoftë se ju keni, a jeni në gjumë, a jeni jashtë, a jeni në një moment dhe diçka ju vjen dhe po vrapon mendja juaj, atëherë pra jeshtë mbi ngarkuar, atëherë në këtë moment që të lirohesh me të vërtetë nga kjo mos bësh pra përralla, pra të vraposh me mendjen, është që ta pyesësh mendjen, sepse në këtë rast pra ulu,
thjesht një qetësi, kudo që thjesht dhe në autobus thjesht e ullër dhe mendja të sjell diçka dhe po bën paj, atëre kape, je vëmendshme, jeton në moment dhe pyete mendjen tënde. Pyete ti mendjen tënde, çfarë kërkon të tregoj, dhe prit. Edhe që është bukuria, ti lidhesh me shpirtin dhe mendja nuk sjell asgjë, se ti e kërkon dhe nuk të sjell sepse ti je lidhur me shpirtin. Shpirti nuk është që shkon me të kaluarën, shpirti nuk është me të ardhmen, shpirti është tani. Çfarë kërkon tani? Je e ngarkuar, atëre qetësoje shpirtin. Pra gjitha bëhet që tjetër është relaksoj, qop dhe 1 minutë veten meditimin, kudo në rrënjë peme, kudo që të shkoni, kudo që të jeni meditar, me meditim të qetë, 1 minutë merr 4 herë, 4 numëri me frym, 4 nxire, 4 mbaje, 4 nxire, 4 mbaje. Fillo pra 3 minuta, më falni, 1 minutë i thonë 3 frymëmarrje të tilla, pra në mënyrë kutie, pra 4 numërime e merr, 4 me lehtësi, edhe kjo ju bën që ju të shkëputeni nga ngarkesa. Kjo është meditimi, me qëllim që mendja juaj të mos vrapoj, pra të jetoni në momentin prezencë, dhe kjo është praktik, kjo është, asgjë nuk është mësuar nga ne, çfarë ne mësuam nga të parët tanë, ka qenë e përsëritur, tani jeni me shpirtin dhe kjo është përsëritje për çdo gjë, me lutje, me afirmime, me mantra, po kështu me aktivitete të lidheni me natyrën, me meditimin, duke përsëritur çdo gjë arrihet, apasapi, apo me yoga, apo në lidhje me ngrënien e ndreshme. Ndërkohë krijoni lidhje, që të gjithë ne kemi lidhje, ndoshta dërgoni fëmijët në shkollë, ndoshta shkoni në festë, ndoshta kudo ku jeni në punë, a jeni duke komunikuar me njerëzit përreth jush, edhe në qoftë se jo. Filloje nga pak, dhe shisë sa e bukur do të bëhet jeta. Tjetër është të vizitoni me të vërtet Laser Motra, është koha një herë në vit që të gjithë ne kemi pushime, se ne jetojmë në këtë jetesë, por tani që të gjithë keni bërë një punë të mrekullueshme, ose jeni duke bërë dhe ndjeni tani që të lidheni me motra vlezër, dhe nëse nuk keni lidhur dhe keni mëri, kjo hënere ju fton që të filloni ju të shkruani, apo të çoni email, apo të flisni në telefon, me qëllim që të lidhemi me motra vlezër fqinj, sepse jeta është e shkurtër, dhe së fundi të lexoni, sepse kjo është që ka lidhje me binjakët janë që pëlqejnë të lexojnë e tjera, gjithsesi kanë interes, nëse keni ndjeni që keni bler libra, ose i keni pakoma pa lexuar, ose i keni lënë për momentin, është një mrekulli të filloni para se të flini, ose kur keni kohën e lirë, lëreni internetin, lëreni përkohësisht edhe televizorin e të tjera, sepse jemi aq shumë të hutuar, dhe kjo ju ngarkon dhe më shumë, se janë energji gjithçka, por tani me veten tuaj, për atë që ju rezervoni, atë që ju e keni, dhe të jeni të sigurt që jeta juaj do t'ju falenderoj për atë që rezervoni, edhe është që ju bën ju nëpërmjet edhe leximit të librave. Gjithsesi kjo është pak a shumë video për sot, duke vepruar me anët e reja, me jeni të sigurt ju dërgoni farën, ju hitni farën, dhe hapasapi do të merrni të korrat, se kështu është jeta. Filloj pranvera, luzoj çdo gjë, po në vjesht ne do të marrim çdo gjë që kemi mbjellë në bujqësi, apo kudo në çdo, do të filloj koha e vjeljes, edhe në këtë rast ne korrim atë që ne mbjellim. Prandaj jeni të ftuar që të gjithë, si ndryshojnë stinët edhe ndryshimi në nësa që na ndihmon, jo vetëm në shërim, por dhe në rritje, në transformim dhe në ndriçim për atë që ju jeni. Hapasapi, ne nuk jemi vetëm. Hapeni zemrën, lidhuni me zemrën, dhe kjo është bukuria e jetës. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.